Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Ja ku jemi të nderuar vëllezër dhe motra në mësimin ton që është shumë i dashur për ne, inshallah. Është mësimi fragmente nga jeta e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëft prej atyre ndjekësve të këtij pejgamberi dhe të gjithë pejgamberëve dhe na bashkoft me pejgamberët, me njerëzit e mirë, me siddikat dhe me dëshmorët në xhenet. E lam tek pjesa ku flitet për prindrit e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe tham që ishte jetim i plot, pra babai i vdiq përpara se të lindte. Ka dhe njerëz të cilët janë jetima, por e kanë jetuar një kohë me babain e tyre. Mund t'i ketë vdekur 5 vjeç, 6 vjeç, kurse atyre që i vdes para se të lindin, kjo është jetim, pra i plot. Dhe tham që jetoi deri në moshën 4 vjeçare ke fisi Beni Saad dhe nëna e tij nga qumshi quhet Halime e Saadie, dhe pasi ndodhi çarja e gjoksit nga melajket dhe pastrimi i zemrës që ja bën melajket, atëherë erdhi dhe ja dorëzoi nënës tij Amine, pasi u friksua nga kjo ngjarje. E mori kujdestarin nëna e tij dhe jetoi më të 2 vjet, pastaj edhe nëna ndroi jetë dhe pastaj e mori gjyshi Abdul Muttalib deri në moshën 8 vjeçare dhe ja la amanet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam xhaxhait të tij që quhet Ebu Talib, për arsye sepse ai e donte shumë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ishte vllai me nënën me bab me Abdullahin. Pra ishte, sepse ka vëllezër që janë vetëm nga baba, dhe ka vëllezër që janë vetëm nga nona, dhe ka vëllezër që janë me të 2 prindrit. Ebu Talibi dhe Abdullahi, babai i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishin vëllezër nga nona dhe nga baba. Për këtë arsye, gjyshi ja la amanet kujdestarin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibit. Dhe ai u kujdes për të në mënyrën më shembullore dhe kujdesi zjati 42 vjet. Pra normalisht ishte kur u rrit, por prapse prap ishte në mbrojtje të nipit të tij nga keqdashësit mbas shpalljes, se para shpalljes nuk ishte keqdashës dhe askush nuk e shikonte shtrembët. Por në momentin që ti flet vërtetën, atëherë shtohen personat të cilët duan të bëjnë keq. Prandaj Ebu Talibi e mbrojti, si i thon fjalës, me mishe me shpirt, por nuk e pranoi fen islame. Ishte i bindur në vetvete që feja Muhamedit është e drejtë, dhe sikur të kishim mundësi do të lexojmë edhe poezinë që shkruan Ebu Talibi, dhe një nga vargjet që thot: "Laqad alimtu anna dina Muhammedin min khairil adyanil bariyati dina, laula
melamatu au hadhari mesabbetin la wajadtani samhan bidhaka mubina. E kam ditur, thot, që feja Muhamedit është feja më e mirë e njerëzimit, sikur mos ishte qortimi ose ajo frika se do të më akuzojnë dhe do të më shajnë, do të më gjeje mua, thot, që do ta shpreja haptazi këtë fe. Megjithatë, ndjekja e baballarëve është një sprov që vazhdimisht shejtani e ka hedhur brez mas brezi dhe i frikson njerëzit duke i thënë si do ndjekësh ti të vërtetën dhe po kundërshton babain tënd dhe po kundërshton gjyshin tënd. Kjo është një sprov që vazhdimisht ka ekzistuar tek njerëzimi, por i lumtur është ai që ndjek të vërtetën, fjalën e Allahut, dhe nëse prindrit e tu kanë gabuar, atëherë gabimi ngelet gabim. Por ti ndjekësh edhe në humbje dhe në të kotë, atëherë kjo është mjerimi i vërtet. Ne thamë që Ebu Talibi bëri një premtim kur t'i vinte ati fëmia i 10, njërin prej tyre do t'a bënte fli, do t'a flijonte. Dhe i ra shigjeta Abdullahit, pra më të voglit në atë kohë. Kjo nuk do të thotë që Abdullahi ishte më i vogli i të gjithë fëmijëve, sepse do vi më vonë që dy prej xhaxhallarëve të tij, Abbasi dhe Hamza, pranuan Islamin, dhe Hamza ishte 4 vjet më i madh se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, mes këtyre dhe mes Abdullahit ka ka shumë vite. Kjo do të thotë që ajo ishte kur Allahu i dha atij 10 fëmijë, por gjyshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte më shumë se 10. Thot Aisha radiallahu anha, ma zalet Quraysh ka'atan hatta tuwfiya Abu Talib. Në vazhdimsi Qurayshët ishin frikacak derisa vdiq Abu Talibi. Pra kur ishte gjalla i burr, nuk mundën dot të preknin nipin e tij. Nuk mundën dot të preknin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra e bëri Allahu subhanahu wa taala mburoi këtë burr prej kurtheve dhe prej dredhive të jo besimtarve. Një nga ngjarjet që tregohet në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ngjarja e udhëtimit që ka bërë kur ishte i ri me xhaxhain e vet dhe me disa krerë nga Qurayshët. Dhe shkuan të bënin tregti në Sham, pra kemi thënë fjala Sham përfshin lindjen e mesme. Dhe kur vajtën, i ndodhi një gjë e çuditshme, që një murg i cili quhej Buhejra, që më parë nuk i begeniste njerëzit, nuk i begeniste arabët, vjen edhe futet në mesin e njerëzve derisa e ka përdore Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në atë kohë ishte djalë i ri, dhe i thot, ky është zotëria i njerëzimit, ky është i dërguari i Allahut, mëshirë për botët. Dhe e pyesin ata, dhe ku e ke ti këtë dituri, nga e more vesh ti këtë? Atëherë thot, kur ju thot u ulët nga shpati, nuk pati gur edhe dru që nuk i ranë sejdë këtij, dhe ato nuk i bëjnë sejdë vetëm se dikujt që është i dërguari i Allahut. Dhe shikoni, thot, ren, thot, se si i bën hije këtij personi. Dhe thanë mes dy shpatullave, pra mes shpatullës,
ka shenjën dhe ka vullën e pejgamberisë. Dhe me të vërtet që kjo shenjë është një nga shenjat e shkruar në librat e mëparshëm, dhe do ta shikoni këtë shenjë edhe tek historia e Selman el Farisit, që dietarët nga Beni Israilët e lajmërojnë që do të vijë një pejgamber që mes dy shpatullave ka vullën e pejgamberisë. Ajo nuk ishte tjetër një mish, pra që dallonte mes shpatullës në formën e vezës së plumbit. Aleikum selam rahmetullah. Nuk ishte diçka e huaj, po ishte pjesë e trupit, por dallonte dhe ishte në formën e vezës, dallonte pak nga krahu i majt. Sa që në një hadith transmetohet që një prej sahabëve, i cili ishte doktor, kishte dëgjuar për këtë dhe mendoi mos ishte prej smundjes kjo, pra siç mendohet, si nuk e di domethënë çfarë quajnë doktorët, dhe i tha ma lejo ta shikoj dhe ta mjekoj. Tha doktori i saj është ai që e ka krijuar. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha atij që kjo është vendosur nga Allahu azza wa jall tek unë dhe nuk është smundje, por është shenjë dalluese që është shkruar në librat e mëparshëm që ky i dërguar do ta ketë këtë gjë. Dhe prandaj ky murg i tha atyre që këto janë shenjat që më tregojnë mua dhe kjo është koha që e kemi të shkruar ne, do dali ky pejgamber. Dhe thot ktheheni në shtëpi në mënyrë që romakët të mos e shohin, sepse nëse e shohin, atëherë nuk do të jetë gjë e mirë. Dhe në të moment vinë disa prej romakëve dhe ai i fletë dhe i bind, gjithsesi i urdhëron që të kthehen në Mekë dhe kthyen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Albani këtë histori bashkë me një pjesë të madhe dietarëve e konsideron sakt. Megjithatë ka prej imamëve siç është El Hafidh al-Dhahabi që flet për këtë histori. Gjithsesi Allahu e di më së miri, zinxhiri i saj dhe tematika e saj është domethënë e folur dhe e shqyrtuar. Kush do më shumë për këtë, le t'i kthehet fjalëve që ka thënë Sheikh Albani në librin e tij. Një nga ngjarjet që ka ndodhur kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ri, para shpalljes, ishte edhe beslidhja e fisnikëve. Transmetohet nga Hafidh al-Bayhaqi me zinxhir nga Jubair ibn Mut'im radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, kam dëshmuar bashkë me xhaxhallarët e mi beslidhjen e atyre të parfumosurve quhet, pra ka vendosur dorën në parfum, pra dhan besën, pra. Dhe unë nuk dua që ta prish atë besë edhe sikur të më jepnin deve të kuqe. Pra është e dashur për mua kjo beslidhje dhe unë nuk e thyej, pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e thyej besën e kësaj. Dhe kjo konsiston që kjo beslidhje që këto persona në shtëpinë e një njeriu të njohur quhet Abdullah ibn Jud'an dhan besën me njëri tjetrin që çdo kush që hyn në Mekë, qoftë venali apo qoftë i huaj dhe i bëhet pa drejtësi, ata do të përkrahin atij që i bëhet pa drejtësi derisa drejtësia të vihet në vend. Pra kjo beslidhje me këtë parim ishte beslidhja më e mirë dhe më e dëgjuar, më e famshme
ke arabët dhe më e dobishme. Pra, dhanë besën me njëri tjetrin, që nëse ka dikush në Mekë që hyn dhe i bëhet pa drejtësi, ata do ishin në krahun e drejtësisë dhe nuk do përkrahnin farefisin kundra të doptit. Pra, thot pejgamberi, unë nuk dua që ta prish këtë marrëveshje dhe këtë besë, edhe sikur të mipen devet e kuqe. Pra, devet e kuqe në atë kohë konsideroshin si pasuria më e madhe. Ju bën një krahasim, në qoftë se do të themi sot, me makinat e shtrenjta. Pra, devet e kuqe janë si makinat e shtrenjta në atë kohë. Dhe këtë gjë e pohoi Islami, pra normalisht që neve duhet jemi në krahun e të doptëve dhe nuk duhet jemi në krahun e zullumqarëve. Kjo dihet. Një fragment goxha i rëndësishëm i jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe martesa e tij me Hatixhen, të bijën e Huwailidit, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila është nëna e besimtarëve. Atëherë të themi që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam përpara se të merrej me tregti në Mekë ishte bari, pra punonte si bari. Transmetohet nga Abu Huraira radiallahu anhu, i cili thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Nuk ka dërguar Allahu një të dërguar ose një pejgamber, pra nuk ka dërguar një pejgamber, vetëm se që bari i deleve. Faqalu lahu ashabuhu, ati pra i than shokët e vet, wa anta ya Rasulullah, edhe ti o i dërguari Allahut. Qala wa ana ra'aytuha li ahli Mekka bil qararit. Edhe unë thot, kam qenë bari për banorët e Mekës në këtë vendin që e tham. Ky hadith transmetohet nga Imam Buhariu, Allahu më mëshiroft. Transmetohet nga Aisha radiallahu anha që thot, para se të shkoj kjo, martesa, pra si ka ndodhur martesa me Hatixhen radiallahu anha. Në momentin që Hatixha mëson për cilësit, për besën, për sinqeritetin, për amanetin e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, i propozon që të punoj në tregti me të. Tek arabët, që ishin popull që merreshin me tregti, ekzistonte puna e cila unë investoj dhe ti punon dhe bëhesh ortak me mua dhe merr një pjesë të fitimit. Kjo lloj tregtie është edhe sot e lejueshme, nëse dikush nuk di të punoj, por ka para, tjetri di të punoj, nuk ka para, bashkëpunojnë të dy dhe marrin fitim. Hatixha radiallahu anha ka qenë tregtare dhe bënte këtë lloj pune, i merrte njerëzit dhe i punsonte, dhe kur dëgjoi për cilësitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë i çoi lajm që të punonte me të. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shkoi, bëri tregti dhe me vete kishte robin e Hatixhës, quhej Meisara. Ky burrë ndiqte dhe kontrollonte veprimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjatë udhëtimeve ky pa cilësi të larta, pa sinqeritet, pa besnikëri, pa dhe mrekulli për Allahut subhanahu wa taala që i vinin dërguarit, dhe vazhdimisht ja përmente këtë njerëzve dhe ja përmente Hatixhës radiallahu anha. Dhe Hatixha i çon lajm
dhe në një transmetim ka takuar motrën e Ammar ibn Yasir. Ka takuar motrën e Ammar ibn Yasir dhe i shpreh atij nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dëshirë për martesë. Pra mundet që gruaja kur shikon një burr i cili është i mirë me cilësi të mira, mundet që ajo t'i çojë lajm dhe propozim. Dhe ajo i thot vllajt vet, dhe Ammar ibn Yasir shkon ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ja çon lajmin për dëshirën e Hatixhes. Në këtë kohë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte 25 vjeç dhe Hatixha ishte 40 vjeç. Shkon dhe e kërkon Hatixhen ke xhaxhai i saj, i cili quhet Amr ibn Asad. Pse ke xhaxhai? Se babai, aleikum selam wa rahmatullah. Babai kishte vdekur në luftën që quhej El Fijar, pra përpara luftës El Fijar. Atëherë e kërkon këtë grua, po, tek xhaxhai i cili quhet Ammar ibn Asad. U martua i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe jetoi me Aishën 25 vjet. 15 vjet përpara shpalljes dhe 10 vjet mbas shpalljes. Kjo grua Hatixha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, është gruaja e parë ose personi i parë që ka pranuar Islamin tek umeti jon. Pra në popullin ton, në umetin ton, personi i parë që ka pranuar Islamin është një grua, dhe është pikërisht gruaja e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, Hatixha. Kjo është e përgëzuar me xhenet. Ka ardhur hadithi ku Gjibrili alayhis salam i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bashir Hatixha bi bejtin fil janna min qasab la sakhaba fiha wala nasab. Përgëzoje, thot Gjibrili, Hatixhen me një shtëpi në xhenet nga perla nga zgavra e perlës. Imagjinoni një perlë jashtëzakonisht të madhe, e cila është si kështjellat e dukshme në mes të gjithë ndërtesave të tjera. Pa kjo është vetëm një perlë. Ajo është e dukshme nga lartësia dhe nga madhësia në mes të gjithë tjerave. Thot përgëzoje, thot, me një shtëpi nga kjo, pra perla e bërë në formë kështjelle, që nuk ka zhurmë në të dhe nuk ka lodhje. Po normalisht në shtëpiat tona në dynja, patjetër që ne mund të bezdisemi nga zhurma, ose masi ka njerëz, atëherë shtëpia duhet rregulluar, duhet lodhje. Atëherë nuk ka zhurmë në të dhe nuk ka lodhje. Kjo është një nga përgëzimet të cilat i kanë ardhur kësaj gruaje të nderuar, që ne me lena Allahu do ta themi historinë kur të vi tema e fillimit të shpalljes, se çfarë fjalësh inkurajuese i ka dhënë ajo burrit saj, dhe si e ka ndihmuar atë me pasurinë e vet, si e ka besuar kur njerëzit e mohuan, dhe mbajti një qëndrim që me të vërtet tregon që kjo ishte një grua tepër fisnike. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mas vdekjes saj e përmente aq shumë sa që Aisha radiallahu anha thot nuk jam bërë xheloze, thot, për asnjë grua, vetëm se për Hatixhen, nga që pejgamberi sa me përmente shumë. Pra thot hadithi nga Aisha radiallahu anha që thot, ma ghirtu ala nisa'i nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Hatixha.
nuk kam qenë xheloze për asnjë nga gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përveç se për Hatixhen. Wa inni lam udrikha, unë nuk e kam arritur atë. Qalet wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dhabaha ash-sha yaqul, thot ku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam therte ndonjë dele, thoshte ersilu biha ila asdiqai Hatixhe, çoja në një pjesë shoqeve të Hatixhes. Qalet, pra thot Aisha, fa agdabathu yawman, unë thot një ditë e mërzita pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fa qultu Hatixha, pra Hatixha me pikpyetje, fa qal inni ruziqtu hubbaha, thot mua më është dhënë dashuria për të, pra mua më është dhënë furnizim dashuria për këtë grua. Pra xhelozi, pra i kishte xhelozi, pra themi dy fjalë këtu që të mos keq kuptohet çfarë xhelozia në këtë rast. Xhelozia është një instinkt ke njeriu dhe personi i cili e ka këtë gjë, domethënë burri me gruan, ose mund të kesh xhelozi për gjërat e tua të shtrenjta. Personi nuk qortohet nëse e ka këtë lloj sjellje, vetëm nëse e kalon kufirin nga kufiri i zakonshëm apo shkel të ndaluarën e Allahut. Atëherë këtu njeriu që e ka xhelozin qortohet. Ama që të ketë njeriu këtë lloj xhelozie, kjo është prej natyrës së njeriu. Pra thamë që kjo grua, Allahu qoftë i kënaqur me të, ishte e pasur, ishte tregtare, ishte fisnike. I thamë të gjitha, pra motra e Amar ibn Yasir, që thamë e kishte emrin Hale, që të e lam pa përmendur. Atëherë, nga fëmijët e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, 6 prej tyre i kishte me Hatixhen dhe vetëm një ishte jo me të. Fëmia i parë quhet El Qasim. Pra, pranaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam quhet me me pseudonim, pra arabët e quajnë babai i filanit, Ebul Qasim. Fëmia i dytë quhet Zeynep, pra është vajza. Fëmia i tretë quhet Ruqayya. Fëmia i katërt quhet Fatima. Fëmia i pestë Ummu Kulthum dhe i gjashti quhet Abdullah. Pra 2 djem dhe 4 vajza. Djemt vdiqen në moshë të vogël, afërsisht rreth 2 vjeç. Këto janë fëmijët që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte me bashkëshorten e parë që jetoi me të dhe vetëm me të 25 vjet. Me lehtë Allahut do të vi pra ngjarje me këtë grua kur të vi, pra siç e tham, tema e fillimit shpalljes. Një nga ngjarjet që ka ndodhur është ndërtimi i Kabes. Dhe kjo ka ndodhur kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte 35 vjet. Ai mori pjesë në ndërtimin e Kabes, mbante gurët në ndërtimin e saj. Po pse ndodhi rindërtimi i Kabes? Ndodhi sepse me kalimin e kohës, ndërtesa që kishte ndërtuar Ibrahimi alayhis salam ishin gur mbi gur dhe pallaç. Nuk ishte çati dhe ishte e mbuluar me copë. Kjo ishte ndërtimi i Ibrahimit alayhis salam. Kishte 2 kënde. Këndi që quhet Rukn el Yemani, pra rukun i jugut, këndi i jugut. Këndi këtu i jugut. Dhe këndi tjetër këtu, këndi i gurit zi, pra Ruknul Aswad. Unë me aq sa
kam dituri, gjithsesi kjo ha debata dhe mund ta shikojmë, po derisa aq sa kam arritur unë, pjesa tjetër e ndërtesës ishte në formë harkore. Ishte hark, pra ana e veriut ishte hark. Dhe po ta shikoni në Mekë, është ai harku që është edhe ajo pjesë e Kabes. Pra, kishte dy kënde dhe pjesa këtu me hark. Nuk kishte që ti thamë, dhe kishte dy dyer, një nga krahu i lindjes dhe një nga krahu i perëndimit. Hynin njerëzit nga njëra derë dhe dilnin nga tjetra. Kjo ishte ndërtimi në kohën e Ibrahimit a.s. Unë kam vetëm dyshim që ai ishte harku ajo siç e kishte ndërtuar, apo ishte në formë drejtkëndore. Këtu e kam më dyshim, por anoj më tepër që ka qenë harkore, pjesa e veriut të Kabes. Me kalimin e kohës u rënua nga koha dhe nga kushtet atmosferike dhe kurejshët vendosën ta rindërtojnë. Duke qenë se në Xhidde kishte ngecur një anije romake dhe drujnë të kësaj anije kurejshët i morën dhe donin t'i përdornin në rindërtimin e Kabes dhe morën me vete dhe marangozin romak. Dhe në momentin që donin t'a ndërtonin, vendosën që Kaben t'a ndërtojnë nga pasuria e tyre e cila ishte 100% halal. Sepse ata e kishin të përzirë, dikush pra e kishin të përzirë, por nuk mundën dot të gjenin nga pasuria aq sa ta plotsonin siç ka qenë në kohën e Ibrahimit, dhe atë harkun që është afërsisht 3 metra nuk e plotsuan dot. Me aq sa di unë, Kabja ka qenë 15 metra e gjatë dhe 12 metra e gjerë. Afërsisht, pra. Me afërsi, themi, ato i masin me parakrah ose me pash, pra. Kur thonë për shembull 7 pash ose 7 parakrash, afërsisht 3 metra, diçka e tillë. Unë po u sjell në mënyrë më të lehtë. Nuk kishin mundësi ta bënin deri tek 15 metrashi, por se e bën katrore, pra 12 me 12. Deri aty edhe i mbaroi pasuria halal. Dhe lanë pjesën që quhet Hijru Ismail, ajo pjesa rrethore, e lanë jashtë ndërtesës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u shlirua Mekka, i thot Aishës, sikur mos ishe populli jot i ri sapo dal nga kufri, do ta prishja Qabën dhe do ta ndërtoja mbi themelet e Ibrahimit dhe do vija 2 dyer, një nga lindja dhe një nga perëndimi, dhe do ta bëja derën të ulët, sepse ata e bën derën lart që mos hynte çdo kush. Pra një derë mbyllën dhe një derë lan, po e bën lart që të hynte aty kush donin ata. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke parë dobit edhe dëmet e kësaj, pra këtu ne mësojmë që nëse dëmi është më i madh se dobia, atëherë nuk duhet bërë. Sepse njerëzit do ishin të sapo hyrë në Islam, nuk e kishin diturinë, domethënë në atë lloj niveli. Prandaj frika nga trazirat e çoi pejgamberin sa që të mos ta bënte këtë. Pra themi që ndërtimi i Kabes është bërë në këtë mënyrë. Në momentin që u ndërtua, patën grindje në lidhje me gurin e zi. Kush do ta vendoste? Kjo ishte një nder i madh për çdo fis dhe gati sa nuk filloi lufta këtu. Dhe thanë si t'ja bëjmë.
tha i pari person që do hyjë nga ajo dera Benu Shejbe, ai do japi gjykim. Pjatë t'ia lëm dorë atij personit parë që do hyjë nga kjo. Dhe i pari që hyri ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit u kënaqën. Pra kjo është argument për ta në ditën e gjykimit. U kënaqën dhe thanë, ky është besnik. Hadha al-amin, ky është besnik, ne kemi siguri ke ky person. Pra para shpalljes shprehen që ishin sigurt dhe mas shpalljes thanë ky është gënjeshtar. Pra kjo është argument për njerëzit të cilët e ndryshojnë si të të vërtetën, kur i ndryshohet interesi, pra Allah do t'i marrë secilin llogari në ditën e gjykimit. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vati mori një copë dhe i tha atyre kapeni, secili ta kapi nga një pjesë. Pra secili fis ta kapi copën dhe kur e vendosën që e ngritën, e mori me dorën e vet dhe e vendosi në vendin e saj. Dhe kjo ishte një shmangje e mrekullueshme e luftës që tregon dhe për zgjuarsinë e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam që më mbrapa e quajtën të çmendur. Pra e thamë edhe këtë që njeriu i ndryshon realitetet e veta kur i prishet interesi. Allahu na ruajt nga këto situata. Allahu azza wa jalla thotë: Inna awwala baytin udhiya lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. E para shtëpi, pra shtëpi adhurimi, xhami e ndërtuar për njerëzit është ajo në Bekke. Pra Mekka është quajtur, ka qenë me emrin Bekke. E bekuar dhe udhëzim për botrën, për botrat. Fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim, aty ka argumentet e qarta dhe është vendi i Ibrahimit. Wa man dakhalahu kana amina, kush hyn në të është i sigurt. Walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Dhe është obligim për Allahun tek njerëzit haxhi i kësaj shtëpie nëse kanë mundësi tek ajo udhëtimi. Maqamu Ibrahim është një gur të cilin Ibrahimi a.s. e përdorte për të vendosur gurët e Kabes, hypte mbi të dhe vendoste gurët në Kabe. Dhe masi mbaroi Kabja, atë gur që quhet Maqamu Ibrahim, që ka dhe shenjat e këmbëve të tij, e vuri afër murit të Kabes. Më mbrapa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi dhe në Umer ibn Khatabi, domethënë më sa më kujtohet, Umer ibn Khatabi e mori këtë makam dhe e spostoi rreth 10 ose 11 metra larg Kabes në mënyrë që njerëzit të bëshin tawafin dhe mos bëj pengesë. Pa kur të shkonin në Mekë, është mirë që njeriu të falet mbrapa kësaj që quhet Maqamu Ibrahim, pra vendi i Ibrahimit. Kjo është ajo, do të thënë, emërtimi dhe çfarë është kjo gjë. Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah ayu masjidin udhiya awwal, o i dërguari i Allahut, cila xhami është bërë e para. Fa qala lahum Masjidul Haram, tha atyre Masjid Haram, që është Mekka, që është Kabja. Fekale e lehurrawi o hu Abu Dher, pra i thatë transmetuesit i cili është Abu Dher radiallahu anhu, thumme më pas kush, pra cila xhami, qale el Masjidul Aqsa, xhamia Aqsa, që me kuptimin xhamia e largët, e cila është në Palestinë, pra që e quajnë ata Jeruzalem, ose që i themi ne pra el Quds. Thumë qale lehu kem bejnehuma, i tha sa ka mes tyre, tha 20 vjet. Pra 20 vjet mes Kabes dhe Masjidul Aqsa. Tash dietarët thonë që Allahu azza wa jall thot idh yarfa'u Ibrahimu al-qawaida min al-bayt. Kur Ibrahimi ngren themelet nga pra prej shtëpisë, do të thotë që themelet kanë qenë. Me këtë thonë që mundet
kjo të tregoj që ajo ka ekzistuar para Ibrahimit dhe ai e ka rindërtuar. Megjithatë, Allahu alem, dhe për Xhamin Aksa, sipas hadithit, ndoshta është ai që ka ndërtuar Israili alayhis salam ose Jakubi, pasi i thon, ai ka të dy emra, është njëjti person, pra Jakubi alayhis salam ose me emrin e tij që njihet Israil. Pra tham të gjitha këto e tham edhe pjesën që njeriu duhet shikoj dëmin edhe dobin e gjërave. Dhe pejgamberi sa selam nuk e prishi pra Kabën. Kur ndodhi një luftë më vonë dhe ra një zjarr, u dogj Kabja dhe u rindërtua nga Abdullah ibn Zubair radiallahu anhu. Dhe ai e rindërtoi me themelet e Ibrahimit. Por me ajsa diu nuk e bëri me hark, po harkun e futi brenda, e bëri në formë drejtkëndore. Por se e futi edhe pjesën që është prej Kabës, që është gati 3 metra, dhe e bëri drejtkëndore. Pastaj erdhi një person i cili quhet Haxhax ibn Yusuf dhe e prishi dhe e ndërtoi siç ishte në kohën e Kurejshve. Dhe në kohën e Harun al-Rashidit e ka pyetur Imam Malikun. I ka thënë, ata kthejmë prap. Ka thënë, jo, mos e ktheni më, lërni siç është, sepse kam frikë se do të bëhet lodër në duart e mbretërve që vinë. Njëri e ndryshon, pastaj tjetri e prish, pastaj tjetri ndryshon, lërni siç është. Pra dhe ngeli Kabja ashtu siç është sot, dhe ta dini që ai rrethi atje është pjesë e Kabës. Pra është pjesë e Kabës, duhet që kur të bëni tallaf ta kaloni dhe atë, sepse është pjesë e saj. Prap me kalimin e kohës, siç është normaliteti, ke ndërtesat u dëmtua dhe Murati i 4, nduket, i perandorisë osmane e rregulloi dhe rindërtoi prap, dhe ajo që shikojmë sot është Kabja që e rindërtuar për në kohën e Muratit të 4. Kjo ishte mësimi për sot. Nëse ka dikush nga vëllezërit ose nga motra diçka që mund të na japi këshill ose mund të na vërej diçka që nuk është thënë sakt, Allahu ja shpërbleft me të mira, Zoti na ruajt nga çdo e keqe dhe na dhën sukses dhe na bëft që të ndjekim rrugën e të dërguarit ton të dashur dhe të na bashkoj me të në xhenet. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.